Sprova e besimtarit në raport me lipjen. Në jetën tonë shohim njerëz që kërkojnë ndihmë, sidomos para xhamive në ditën e xumë. Këtu besimtari sprovohet në dy drejtime. E para, të mos bëhet zemërgur dhe indiferent, por edhe të mos mashtrohet lehtë. Është e vërtetë se ka njerëz që janë në nevojë reale dhe ka situata ku realiteti nuk është i qartë, por ka edhe raste ku gjendja mund të keqpërdoret. Por Islami nuk na lejon të gjykojmë me paragjykime. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar, në surën Hujurat, në ajetin e 12 thotë: "O ju që besuat, shmanguni shumë dyshimeve." Kujdes nga gjykimi i shpejtë. Nuk lejohet të themi lehtë, "Ki po mashtron, ai nuk ka nevojë, këta po përfitojnë" dhe kështu me radhë, sepse ne nuk i dim zemrat dhe rrethanat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kush i ambulon një muslimani një gabim, Allahu do t'i ambulojë gabimet në ditën e gjykimit." Mesazhi përfundimtar. Sadakaja është e derë e mëshirës së Allahut, por ajo duhet të jepet me sinqeritet, me urtësi dhe përgjegjësi. Mos e mbyll dorën nga friga e mashtrimit. O Allah, na boj prej atyre që japin sadaka me zemër të pastër dhe mendje të kthjellët. O Allah, na pastro pasurinë, na shto bereqetin dhe na bëj prej atyre që ndihmojnë të varfrit me sinqeritet dhe urtësi. Amin.